Julian Shehu nuk do të largohet nga Widzew Łódź këtë merkato verore. Pavarësisht ofertës greke nga Olympiakos dhe insistimit të tyre, mesfushori i kombëtares shqiptare ka vendosur të qëndrojë në Poloni. Është vetë klubi polak që ka njoftuar se 27 vjeçari do të jetë kapiteni i ekipit gjatë sezonit të ardhshëm. Një vlerësim i madh ky për mesfushorin që ka bërë mirë edhe me kombëtaren shqiptare, duke u kthyer në titullar absolut. Kujtojmë se Shehu rinovoi me ekipin polak në tetor të vitit 2025, ndërsa kontrata e tij përfundon në verën e vitit 2028, duke qenë e vështirë që të transferohet diku tjetër, pasi duhet të derdhen miliona. Austin FC ka fituar në shtëpi përballë Seattle Sounders në kuadër të ndeshjes së kampionatit MLS. Sfida e zhvilluar në stadiumin Q2 Stadium përfundoi me shifrat 3-1. Myrto Uzuni u shfaq protagonist në këtë ndeshje me fanellën e Austin FC. Sulmuesi 30 vjeçar shënoi golin e dytë për të tijet në minutën e 86 të sfidës, çka e afroi skuadrën me fitoren. Ky është goli i parë për Uzunin, që pas rikthimit nga ndeshjet miqësore me kombëtaren shqiptare. Një tjetër paraqitje pozitive për Beratasin në SBA. Mario Mitazh mund të braktisë Al Ittihad për të nisur një aventurë të re në Serie A italiane. Është eksperti i Mercatos, Gianluca Di Marzio, ai i cili ka raportuar se Genoa ka shfaqur interes për shërbimet e 23 vjeçarit shqiptar. Megjithatë, i njëjti burim shton se operacioni nuk do të jetë i lehtë, për shkak të përfitimeve që Mitaj ka në Arabinë Saudite. Drejtuesit e Genoas janë gati të futen në bisedime, ndërsa zgjedhja do t'i takojë futbollistit nga malësia e madhe. Kujtojmë se kontrata e Mitajt me Ittihad është e vlefshme deri në verën e vitit 2028, ndërsa vlera e tij momentale në Transfermarkt është 6 milion euro, shifër që nuk e kënaq klubin arab, sepse kërkon më shumë për ta lënë të lirë. Erblin Osmani ka nënshkruar kontratën e parë me Bayern Munich që tashmë e lidh deri në vitin 2029. Bavarezët i besojnë futbollistit shqiptar, i cili ka debutuar që në moshën 16 vjeçare me ekipin e parë. Kontrata e tij do të kthehet automatikisht si e një lojtari profesionist, pikërisht me 19 maj të vitit 2027, kur të mbush 18 vjeç. Mesfushori me tipare mbrojtëse ka luajtur me moshat e Gjermanisë. Gjatë kësaj kohe është takuar me përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës. Sa i përket Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk dihet nëse ka bërë hapa për ta bindur që të vesh fanellën kuqezi. FC Bayern e ka zgjatur para kohe kontratën e Erblin Osmanit, mesfushori i talentuar 17 vjeçar, ju bashkua akademisë së kampionëve kur u hap kampusi në vitin 2017 dhe që prej asaj kohe ka kaluar nëpër të gjitha ekipet e moshave. Johan Sauer, drejtori i zhvillimit të akademisë, u shpreh: Erblini është vendas i Munihut dhe një produkt i vërtet i akademisë së FC Bayern. Ai tashmë ka bërë debutimin me ekipin e parë dhe ne jemi të bindur për potencialin e tij të mëtejshëm në zhvillim. Jemi shumë të lumtur që Erblini do t'i hedhë edhe hapat e ardhshëm me ne. Osmani u bashkua akademisë së FC Bayern nga ekipi U9 i TSV Milbertshofen. Sezonin e kaluar, fillimisht luajti me ekipin U17, më pas edhe me U19, ndërsa në muajin mars bëri debutimin me ekipin e parë në Allianz Arena, në fitoren 4-0 ndaj Union Berlinit në Bundesliga në drejtimin e trajnerit Vincent Kompany. Për sezonin e ardhshëm, ai është planifikuar të aktivizohet fillimisht me ekipin U19. Kontrata e tij e re do të shndrohet automatikisht në një kontratë profesioniste sapo të mbush 18 vjeç.
Armando Broja është rikthyer në fushën e lojës dhe në rrjetet sociale. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka publikuar një kolazh fotosh nga stërvitja me ekipin e Burnley, ku shkruan: "I rikthehemi punës." Ekipi anglez, që ra nga Premier League, po përgatitet për miqësoren e radhës, atë përballë Ajax Amsterdam më 26 korrik, ndërsa më 16 korrik humbi miqësoren ndaj Real Salt Lake me shifrat 4-1, ku Broja shpërdori një penallti. Përsa i përket të ardhmes së 25 vjeçarit shqiptar, ende nuk dihet asgjë. Disa zëra thonë që ka interes nga Gjermania dhe Italia, por deri më tani asnjë ofertë konkrete nga asnjëra palë. E ardhmja e Marash Kumbullës duket gjithnjë e më larg Romës. Mbrojtësi shqiptar është rikthyer në kryeqytetin italian pas përfundimit të huazimit në Spanjë, por qëndrimi i tij në kryeqytetin italian pritet të jetë vetëm i përkohshëm, pasi duket se nuk bën pjesë në planet teknike të trajnerit Gianpiero Gasperini për sezonin e ri. Klubi Verdhe Kuq po punon paralelisht si në afrimet e reja, ashtu edhe në largimin e futbollistëve që konsiderohen jashtë projektit. Mes emrave kryesor në listën e largimeve është edhe Kumbulla, për të cilin drejtuesit po kërkojnë një zgjidhje përfundimtare në merkato. Sipas raportimeve të gazetarit të Merkatos Matteo Moretto, 3 skuadra të La Ligas kanë shfaqur interes konkret për mbrojtësin 26 vjeçar. Rayo Vallecano, Levante dhe Elche kanë kërkuar informacione nga Roma për kushtet e një transferimi të mundshëm, duke e konsideruar shqiptarin një profil të përshtatshëm për repartin defansiv. Interesimi i këtyre klubeve lidhet edhe me eksperiencën që Kumbulla ka fituar në futbollin spanjoll gjatë sezonit të kaluar, kur luajti në formë huazimi. Megjithatë, deri tani kontaktet janë në fazë paraprake dhe nuk është raportuar për negociata të avancuara apo oferta zyrtare. Në Rom ekziston bindja se një transferim përfundimtar është zgjidhja më e favorshme. Kontrata e Kumbullës me klubin Verdhe Kuq skadon në verën e vitit 2028, por drejtuesit synojnë të realizojnë të ardhura nga shitja e tij gjatë kësaj vere. Një huazim tjetër do të afronte futbollistin me vitin e fundit të kontratës, duke ulur mundësinë që Roma të përfitojë financiarisht nga largimi i tij. Mbrojtësi shqiptar është rikthyer në qendrën stërvitore të Trigorias dhe po zhvillon përgatitjet me skuadrën, por nuk konsiderohet pjesë e grupit kryesor mbi të cilin Gasperini po ndërton projektin e ri. Sipas mediave italiane, ai është përfshirë në listën e futbollistëve që pritet të largohen dhe nuk do të ketë rol në ndeshjet miqësore të fazës përgatitore. Largimi i tij do t'i shërbente edhe strategjisë së Romës për të krijuar një thesar nga shitjet e futbollistëve jashtë planeve, me qëllim financimin e afrimeve të reja gjatë merkatos berore. Përveç Kumbullës, në listën e largimeve ndodhen edhe emra të tjerë, si Salahedine, Pagano, Cherubini dhe Vasquez. Pavarësisht se e ardhmja e tij duket larg Romës, vetë Marash Kumbulla vazhdon të stërvitet me skuadrën në Trigoria, në pritje të zhvillimeve në merkato. Në intervistat e dhëna gjatë ditëve të fundit, mbrojtësi shqiptar ka shprehur disa herë dëshirën për të qëndruar te Roma dhe për të fituar një mundësi për të treguar vlerat e tij me fanellën verdhe kuqe. Edhe këtë verë, dëshira e lojtarit mbetet të punojë në drejtimin e Gianpiero Gasperinit dhe të provojë të bindë stafin teknik. Megjithatë, situata aktuale tregon se prioriteti i klubit është gjetja e një destinacioni të ri për mbrojtësin shqiptar. Interesi i Rayo Vallecanos, Levantes dhe Elches mund t'i ofrojë Kumbullës mundësinë për të vijuar karrierën në La Liga, kampionat ku ka fituar tashmë eksperiencë dhe ku profili i tij vazhdon të vlerësohet nga disa skuadra. Erej Manash mbetet një nga pikat kryesore të Sivasporit në prag të sezonit të ri. Sulmuesi shqiptar është rikthyer në stërvitje normalisht me skuadrën turke, e cila pret që ai të udhëheqë repartin ofensiv edhe gjatë sezonit të ri. Sipas mediave turke, stafi teknik e konsideron Manajn ardhmën kryesore në sulm dhe po punon që ai të arrijë formën optimale përpara nisjes së kampionatit. Futbollisti 29 vjeçar po zhvillon normalisht fazën përgatitore, duke ndjekur një program intensiv, fizik dhe taktik, dhe duket se ka lënë pas dëmtimin e rëndë që pat pësuar në muajin shkurt, dëmtim që e la jashtë për rreth 5 muaj. Te Sivaspor besojnë se kontributi i Manajt do të jetë vendimtar për objektivat e skuadrës në sezonin e ri. Klubi pret që sulmuesi shqiptar të mbajë peshën e golave dhe të jetë një nga lojtarët më të rëndësishëm në repartin ofensiv. Paralelisht me përgatitjet në fushë, drejtuesit e klubit vijojnë të punojnë edhe në merkato për të plotësuar organikën, ndërsa stafi teknik synon ta ketë skuadrën në nivelin e duhur fizik dhe taktik për startin e kampionatit. Në këtë vazhd, u sigurua qëndrimi i Manajt te Sivaspori, duke qenë se ishte menduar disa herë largimi i tij, gjë që duket se nuk do të ndodhë,
dhe do të vazhdojë të jap kontribut së bashku me Valon et Hemin. Henrik Mkhitaryan foli nga Gjermania, ku Interi po zhvillon fazën përgatitore. Mesfushori me eksperiencë u ndal edhe te Christian Aslani, i cili pritet të shitet nga Zikalterit. 37 vjeçari tregoi vlerësimin e tij për mesfushorin shqiptar. Madje shtoi që qëndrimi i Aslanit, Stanković dhe Masolinit do të jetë ndihmë. Përveç rikthimit të Aslanit, në mesfush ka edhe disa fytyra të reja, si Stanković dhe Masolini. Çfarë mund të na thuash për ta? Më ka bërë shumë përshtypje cilësia e Masolinit. Edhe Ale është rritur jashtëzakonisht shumë, po ashtu edhe Aslani, i cili është rikthyer më i qetë dhe me më shumë eksperiencë. Jam shumë i lumtur për ta. Nëse do të qëndrojnë tek Interi, do të jenë një ndihmë e madhe për ne. Shpresoj që edhe unë t'i ndihmoj ata dhe të krijojmë një grup që lufton për të njëjtat objektiva. Portieri i kombëtares shqiptare, Simon Simoni, ka bërë një hap të rëndësishëm në karrierën e tij, teksa së fundmi ka firmosur një kontratë 3 vjeçare për Luzernin në Zvicër. 1,95 metra i gjatë, shqiptari u transferua te Eintracht Frankfurt në dimrin e sezonit 2022-23, pasi zhvilloi 29 ndeshje zyrtare me Dinamon. Pas mbërritjes në Gjermani, Simoni luajti kryesisht me ekipin e dytë të Frankfurtit. Në verën e vitit 2024, ai u huazua te Ingolstadt 04, që garon në ligën e tretë gjermane. Pas gjysmës së sezonit, në dimrin e sezonit 2024-25, kaloi sërish në huazim te Kaiserslautern, në Bundesligën e dytë. Aty kaloi një sezon e gjysmë dhe zhvilloi gjithsej 6 ndeshje zyrtare me klubin. Në shtator të vitit 2025, Simoni debutoi me kombëtaren A të Shqipërisë. Gjatë javës së kaluar, gardiani kuqezi mori pjesë si lojtar në provë në disa seanca stërvitore me FC Luzern, dhe të shtunën luajti për 90 minuta në ndeshjen e fundit miqësore të fazës përgatitore kundër St. Truiden. Paraqitja e tij bindi drejtuesit e Luzernit për t'i ofruar kontratë 3 vjeçare. Laurent Tolaj është prezantuar te klubi i ri në Angli. Bomberi shqiptar ka ndjekur hapat e Anis Mehmetit dhe i është bashkuar te Bristol City. Klubi i Championship i ka paguar 5 milion euro Plymouth për shërbimet e 24 vjeçarit. Rikujtojmë që në 3 edicionet e fundit, Tolaj ka shënuar plot 58 gola, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë në League 2 dhe League 1. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League 1, që është ndryshe kategoria e tretë për nga rëndësia në Angli. Tolaj, deri tani, është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Giacomo Vrioni, duket se është shndërruar në një bomber te skuadra e re e Wolfsberger, tek e cila u transferua në këtë merkato vere. 27 vjeçari ka shënuar plot 5 gola në testet miqësore që austriakët kanë zhvilluar së fundmi. Vrioni e nisi me dopjet në miqësore ndaj Admirës, që përfundoi 8-2, për të vijuar po me dopjet në triumfin 6-1 ndaj Kapfenberger, teksa ditën e sotme gjeti sërish rrugën e rjetës në miqësore ndaj Atus Velden, ku skuadra e shqiptarit fitoi 0-4, ndërkohë që Vrioni shënoi golin e parë në minutën e 10. Vlen të theksohet fakti se 27 vjeçari u transferua në datën 1 korrik nga radhët e Cezanës drejt Wolfsberger. Kjo është aventura e tij e dytë në futbollin austriak, pas asaj me Tirol në sezonin 2021-2022. Trajneri Rolando Maran ka nisur një sfidë re në karrierën e tij duke marrë trajtimin e kombëtares son, pas një eksperiencë të gjatë në futbollin italian ku trajtoi skuadra të rëndësishme të Serie A. Tekniku nga Trentino është emëruar në krye të kuqezimeve dhe shumë shpejt do të transferohet në Tiranë për të nisur punën me kohë të plotë, teksa po pret vetëm afrimin e ndeshjeve në Ligën e Kombeve. Maran është trajneri i parë nga rajoni italian i Trentinos që merr trajtimin e një kombëtare. Në këtë aventurë ai do të shoqërohet edhe nga zëvendësi i besuar, Christian Maraner, me të cilin ka bashkëpunuar prej shumë vitesh. Gjatë karrierës së tij Maran ka drejtuar klube me emër në elitën e futbollit italian si Catania, Chievo dhe Cagliari, duke u vlerësuar për organizimin taktik dhe aftësinë për të ndërtuar skuadra konkurruese. Tani sfida e tij është futbolli kombëtarëve, ku objektivi kryesor është rikthimi i Shqipërisë në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Duke folur për mediat italiane, Maran vlerësoi rrugtimin e drejtanishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe theksoi se skuadra ka hidhur baza të rëndësishme gjatë viteve të fundit. Është një kombëtare që ka bërë mirë sepse është kualifikuar 2 herë në kampionatin evropian. Tani nuk arriti të kualifikohet për Kupën e Botës, por ky do të jetë objektivi ynë në të ardhmen. Tani duhet të përqendrohem te Liga e Kombeve dhe te kampionati evropian, ta fillimisht trajneri italian. Këto deklarata tregojnë qartë se trajneri italian synon të vazhdojë punën e bërë deri tani por dhe të ndërtojë një ekip që të jetë konkurrues në çdo kompeticion ndërkombëtar. Për Maran, pjesëmarrja në turne të mëdha nuk duhet të jetë një rastësi, por një objektiv i vazhdueshëm për futbollin shqiptar. Në intervistën e tij ai komentoi dhe mungesën e Italisë në Kupën e Botës, një temë që vazhdon të shkaktojë debat në vendin fshinj. Maran foli me keqardhje për situatën e nxorëve, duke parë edhe nga këndvështrimi i brezit të ri. I vendos vete në vendin e një 18 vjeçarit të sotëm që nuk e ka parë kurrë Italinë në një kampionat botror. Vetëm kur mendoj se si përjetoja unë ato botror kur isha fëmijë, ishte një ëndër që çdo djalë donte të arrinte. Përveç angazhimit me kombëtaren shqiptare, Maran foli edhe për futbollin në vendlindjen e tij. Ai u ndal te skuadra e Trentos duke vlerësuar projektin e klubit dhe ambicien për të ngjitur në Serie B. Këtë vit kam shkuar disi më pak për ta parë Trenton, por disa herë kam qenë në stadium. Entuziazmi i presidentit Mauro Giacca është shumë i çmuar për një qytet që nuk është emocionuar kurrë shumë nga futbolli. Mendoj se ngjitja në Serie B është një objektiv i arritshëm, u shpreh mes të tjera trajneri kombëtarës shqiptare. Emërimi i Rolando Maran në stollin e Shqipërisë erdhi pas largimit të Silvinhos, teksa italiani duhet të bëjë më mirë se tekniku brazilian. Steven Shpendi vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në merkaton e verës në Itali. Sulmuesi shqiptar i Empolit ka përfunduar prej kohësh në radarët e Cagliarit që synon të përforcojë repartin ofensiv për sezonin e ri në Serie A. Megjithatë, dëshira e klubit sarд për ta transferuar 23 vjeçarin po përballet me një pengesë të madhe, pasi Empoli ka një kërkesë të lartë financiare. Drejtuesit e Cagliarit e konsiderojnë Shpendin si një profil ideal për projektin e tyre. Për më tepër, situata fizike e Andrea Belottit ka shtyrë klubin të kërkojë një sulmues që mund të garantojë vazhdimsi dhe efikasitet përpara portës. Megjithatë, negociatat me Empoli nuk pritet të jenë as pak të lehta. Klubi toskan e konsideron Shpendin një nga asetet më të rëndësishme të skuadrës dhe nuk ka ndërmend të bëjë ulje në çmim. Sipas mediave italiane, kartoni sulmuesit shqiptar vlerësohet nga 4.5 deri në 6 milion euro, ndërsa drejtori sportiv i Empolit Fabio Artico ka bërë të qartë se lojtari nuk do të largohet për një shumë më të ulët se 6 milion euro. Klauzola e Cezenas. Një ndër arsyet kryesore që Empoli mban një qëndrim kaq të fortë lidhet me marrëveshjen e transferimit nga Cesena. Klubi ku Shpendi u formua si futbollist ruan 30% të shumës së një shitjeje të ardhshme, çka do të thotë se Empoli nuk do të përfitonte të gjithë vlerën e transferimit. Pikërisht për këtë arsye, drejtuesit e klubit nuk janë të gatshëm të ulin pjesën fikse të marrëveshjes, pasi kjo do të reduktonte ndjeshëm fitimin e tyre real. Performancat e mira të Shpendit gjatë sezonit të fundit kanë bërë që vlera e tij të rritet ndjeshëm. Ai është kthyer në një nga sulmuesit më premtues të presit të tij dhe vazhdon të jetë pjesë e kombëtares U21 të Shqipërisë, edhe pse platforma Transfermarkt e vlerëson aktualisht kartonin e tij rreth 3.8 milion euro. Empoli beson se potenciali i lojtarit e kërkesa në treg justifikojnë një çmim dukshëm më të lartë. Nga ana tjetër, Cagliari mbetet i interesuar, por është i vetëdijshëm se për të siguruar firmën e Shpendit do të duhet të bëjë një investim të rëndësishëm financiar. Klubi sarд nuk e ka praktikisur pistën që çonte sulmuesi shqiptar, por mbetet për të parë nëse do të vendosë të plotësojë kërkesat e Empolit apo do të kërkojë alternativa të tjera në merkato. Java në vijim pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e Steven Shpendit. Interesimi i Cagliarit mbetet konkret, ndërsa Empoli vazhdon të mbrojë me forcë një nga talentet e tij më të rëndësishëm. Nëse palët do të gjejë një kompromis financiar, sulmuesi shqiptar mund të bëjë hapin e madh drejt vazhdimit të karrierës në Serie A me fanellën e kuqe bluve.